se zemra, lam të mira, zemrës nuk i tha. Kjo ishte për ty, Kristi. Faleminderit, kujtim, faleminderit. Mira, përshëndetje dashur miqë, nisëm më ndryshe emisionin e sotëm me pak muzikë, me disa tinguj, si që nisim me tinguj nisim gjithmonë, po ishin edhe fjalët pjesë e tingujve sot kujtimi u bashkangjitur, megjithatë lidhet me temën, sigurisht lidhet me temën sot, flasim për kujtimet. Megjithatë, kjo këngë pse lidhet me kujtimet? O kujtim se lidhet kënga me kujtimet? E bërë edhe me rim tani. Kujtimet jo s'ka gjë, kujtimet e studentit u lloj kënga, dashuritë studentore në bankat e shkollës. Gjithmonë me këto dhimbje të largimeve, të afrimeve. Po dashuria është, jo, nuk është vetëm e burr, ka edhe dhimbje. Gjithmonë fundet zakonisht kur vinë janë me dhimbje, janë të dhimbshme. Kalojnë dhe fillon rritur. Po ne shpresojmë që mos të ketë dhimbje, por vështirë është, po nëse gjithsesi. gjithsesi. Të përfundojmë për rradha. Si ta kesh emrin kujtim që ka të lidhet me kujtimet? Emri im është historinë vetë, po një emision tjetër. Okej, do ta tregojmë emision tjetër. Megjithëse se ke emrin kujtim, mban shumë kujtime ti? Përpiqem t'i mbaj në mendje, jo në foto dhe në ku i mban. Ndryshe nga mua që bëj shumë foto për ti. Nuk më pëlqejnë foto. Okej, mirë, pra tema për ditën e sotme në emision do të jenë kujtimet, do të flasim për kujtimet në të gjitha aspektet e tyre. Si koncept çfarë është kujtimi, megjithatë do të flasim edhe për kujtimet e dashurisë, kujtimet e humbura, kujtimet e mira, kujtimet e këqija. Kujtimet nga ana psikologjike, pra si trajtojmë psikologjia, si të heqim qafe ato kujtimet e këqija që na mundojnë nga stërmundojmë, shikojmë edhe ëndra. Ctrl Alt, delete, ëh? Delete aty, delete. E sikur të kishte një buton pra për të bërë delete këtyre kujtimeve. Miqtë e Kolorit, unë ju rikujtoj gjithmonë që ne tashmë jemi edhe në YouTube, në Kolor RTS, bëni subscribe aty dhe janë të gjitha puntatat tona. Gjithashtu edhe faqja e Facebookut, që nuk duhet haruar asnjëherë, për çdo temë, për çdo sugjerim, mund të na shkruani fundi a fund dhe për ju të gjithë që e humbni sot këtë puntat të kujtimeve, ditën tjetër në orën 10 të mëngjesit në RTS Art, në platformën digjitale të Radio Televizionit Shqiptar. E cila është papagesë. Mirë, ne do të largohemi tashmë të bashkohemi tek paneli për të folur për kujtime, ndërkohë kujtim do ta shoqërosh sot vetëm me muzikë kujtimesh apo si të duash? Okej, mirë do ishte. Vetëm me muzikë kujtimi na shoqëron gjithmonë. Por se zemra, lam të mira, zemrës nuk i tha, por se zemra, lam të mira, zemrës nuk i tha. E pra, çfarë janë kujtimet edhe si ndikojnë ato në psikologjinë tonë, në mendjen tonë, në jetën tonë të përditshme. Për këtë kemi të ftuar psikologen tonë, Olta Hot, mirë se erdha. Faleminderit. Romina Laçi, mirë se erdhe, sociologe. Mirë, përshëndetje, mirë se erdhët në studio, do të flasim sot për kujtimet, ndërkohë, Olta, çfarë janë kujtimet në konceptin psikologjik? Atëherë, për kujtimet që në një sër përkufizimesh edhe nuk kemi një përkufizim standard që përkufizon ose i shpjegon saktësisht se çfarë janë kujtimet. Dim që kujtimet janë një pjesë e pandashme e jetës tonë. Ato shkojnë paralelisht me jetesën që ne bëjmë me përditshmërinë tonë, nuk i shmangim dot nga jeta jonë. Dua apo s'dua, kujtimet janë gjithmonë aty, janë pjesë ose një pjesë të memorizuar thellë në mendjen tonë që ndodh her pas here ata rikujtohen ose ndodh që momente vetëm të vështira ose momente vetëm të lumtura rikujtojmë. Janë sekuenca, qofshin këto imazhe ose fjalë ose shprehje ose veprime, gjeste që zën një vend shumë të rëndësishëm në memorien tonë. Domethënë, kapaciteti ynë i ruan shumë fort kujtimet. Ju thatë që ruan shumë fort, por a zgjasin kujtimet për gjithmonë, pra, që nuk harrohen kur, apo mendja fillon t'i seleksionoj këto kujtime? Sigurisht që varet pastaj nga lloji i kujtesës, sigurisht që ka kujtime që mbeten për gjithmonë aty, por ka kujtime që edhe koha i zben. Domethënë ka kujtime që ka të bëjë me nëse ne i rikujtojmë ata her pas here ose ne i përmendim, i flasim, por pjesa më e madhe e kujtimeve zëvendësohen nga një tjetër kujtim. Sigurisht që të mos folur për traumat, që traumat janë kujtime të hidhura që mbeten shumë gjatë në memorien tonë, lënë gjurmë për shumë kohë, për shumë vite, por janë gjëra të shkurtra, afat shkurtër që në memorien tonë zëvendësohen me të tjera dhe i harrojmë, domethënë. Ka të ndryshme. Ka edhe kujtime të cila për momentin ne kujtojmë se kemi harruar, por kur qoftë një arom parfumi, qoftë një situatë e caktuar, qoftë edhe moti, na kujton diçka dhe kthehemi okay. Ka dhe njerëz për shembull që blen një parfum të caktuar pasi e lidhin me diçka. Ndërkohë, kjo pjesa e këtyre kujtimeve, të cilat duan domethënë në të pavetëdijshmen tonë ose ne gjatë ditës nuk është se i kemi kujtime, por kanë këtë ngacmimin. Ka ndonjë diçka ndryshe, ndonjë term ndryshe, quhen ndryshe, që kanë domethënë gjithmonë kanë një ngacmim që ty të bëjnë qoftë një këngë, qoftë një nuk e di se çfarë. Një stimul.
këto që në stimul. Sepse ti mendon që, domethënë, në jetën tënde normale ti nuk e kujton atë gjë. Mjafton një fragment. Po, është ajo gjitha sociologe. Kjo jo se fshihen nga kujtesa jonë. Thjesht nuk i vëm përparësi, nuk japim përparësi këtij kujtimi, por momenti që ne kemi një stimul nuk japim përparësi se duam ne që ta harrojmë, ta vëmë tek ajo pjesa. Jo, ndodhi edhe automatikisht që për momentin nuk është gjithçka çështje përparësie, Erion. Ne kemi përparësi diçka tjetër sot. Dhe momentin që ne marrim një stimul të diçka që ka ndodhur dje, atëherë ne e vëmë atë përparësi. Domethënë, varet se sa vëmendje i kushtojmë ne kësaj gjëje. Por pjesa më e madhe e kujtimeve sigurisht që mbeten, edhe varet nga situata dhe momenti që ne e riaktivizojmë përsëri atë moment, ose sjellim përsëri atë imazh përpara syve tanë. Po mirë, zakonisht bahen më këto kujtimet e këqija apo kujtimet e mira? Çfarë fikson më shumë truri jam? Atëherë varet nga sa mbresë kalon ngjarja apo situata ose personi te cilat ti mendon që po kalon personi dhe varet se sa emocione ke përjetuar. Nuk ka lidhje se sa shumë mban kujtime të mira ose sa shumë mban kujtime të këqija. Por në fakt thuhet që pjesa më e madhe e kujtimeve të hidhura janë pjesa edhe më e vështirë për t'u harruar. Për shkak sepse ne lëndohemi gjatë një momenti jo të mirë të jetës tonë. Edhe lëndimi sigurisht që është më i vështirë për t'u harruar sepse lëgjur më thella. Po sigurisht jam absolutisht dakord që varet çfarë kemi ndjerë në ato momente. Domethënë vetëm individi mund ta shpjegojë shumë mirë se si është ndjerë moment të një gjë që tani e quan kujtim, që ka lënë bresa tek ai. Por thuhet që pjesa më e vështirë e rasteve, domethënë pjesa më e madhe e rasteve të vështira janë edhe më të vështira për t'u harruar, sepse akoma ndjejmë trishtimin ose gjithë na ka ndodhur që të kemi humbur dikë të shtrenjtë. Edhe sigurisht është e njëjta gjë sikur një ceremoni martesore. Vërejmë që ceremoni martesore harrojmë më shpejt ose s'bëhet më lehtë në mendjen tonë, ndërsa hidhërimi i humbjes së një personi të dashur është më i vështirë për t'u kaluar, sepse lëndimi do kohën e tij që të kalojë. Kështu që momentet jo se duam ne t'i harrojmë, por ndodh në mënyrë të pavetdijshme që këto zbehen pak a shumë, do thonë. Okej, mirë, është momenti që ne ndjekemi material dhe kthehemi sërish në studio për të folur. Sociolog, psikolog e psikiatër mendojnë se kujtimet nuk zhduken të gjitha njësoj ose njëherësh dhe se disa kujtime nuk eliminohen kurrë. Kjo mund të shpjegoj pse disa gjëra harrohen plotësisht dhe të tjerat kujtohen pafundësisht. Thuhet se kur vdes njeriu nuk kujton asgjë. Pra nëse kujtimet janë të rëndësishme për jetën, atëherë mungesa e tyre duhet të shpjerë në mos funksionim. Por dhe kujtimet që krijojnë shumë emocione duke se sjellin po aq pa aftësi. Kujtimet më dëshpërojnë dhe sepse kujtoj, detyra ime është ta mposh dëshpërimin, do të shpreh Elie Wiesel, mbijetues i Holokaustit. Studimet flasin për kujtimet e dhimbshme që na sjellin jo pak shqetësime në jetën e përditshme. Lind pyetja: si do të jetohej pa memorien e ngjarjeve të pakëndshme? Kujtimet e këqija mund të jenë shpejt vetëm një kujtim, ose as të tilla. Një grup studiuesish I dolën të fokusonin e curin që duhet të fshinë në mënyrë efikase dhe të përhershme memorjet traumatike. Metoda tani për tani dha rezultate të kënaqshme te kavjet, por mund të ndihmoj studiuesit që zhvillojnë një brez të ri ilaçesh për kurën e sindromës së stresit post-traum. Domethënë, atë bashkësi vuajtjesh psikologjike që mund të trishtojnë atë që ka qenë viktime një traume të rëndë. Për shembull, një incident makine, akt dhune apo katastrofë natyrore. Sot ky shqetësim kurohet vetëm me terapi sjelljesh që lehtëson përgjigjen emotive, të shpërthyer nga kujtimet, por pa e eliminuar ato përfundimisht. Pyetjes se kujtimet e këqija kanë ndikim më të madh, 28% thon po, 26% jo, 29% varet nga situata, ndoshta sepse mbahen mend me raste apo pak. 15% janë në varësi të kujtimit. Pyetjes se cili është kujtimi më I hidhur, 50% thonë se janë ngjarje tragjike të jetës dhe veçanërisht të afërmve. 40% zhgënjimi me të gjitha sfumaturat e marrëdhënieve në jetë dhe 10% nuk kanë të tilla apo I kanë harruar kujtimet e këqija plotësisht.
Mirë, ndoqim këto materiale, ndërkohë, pse shpeshherë në këto kujtimet e këqija i kujtojmë më shpesh, ose kur ngacmohemi për shembull nga situata të ndryshme, asnjëherë nuk ka ndodhur, paktën dhe mua personalisht nuk ka ndodhur asnjëherë të kujtojmë një gjë të bukur nga një situatë. Shpeshherë, domethënë më shumë je i prirur të kujtosh, të ngacmohesh për të sjellë në vëmendje një kujtim të keq sesa një kujtim të mirë. Po, për të mos qenë përsëritje, ishte ajo që thamë në fillim, sepse situatat e vështira lënë gjurmë tek ne, edhe është më e vështirë. Sepse situatat e bukura lënë gjurmë. Sigurisht që lënë gjurmë. Po. Ajo çfarë mendoj unë që shpeshherë kujtimet jo të mira ose të këqija, shpeshherë mund të na shërbejnë edhe të na ngjallin ndjenja negative, por shpeshherë na shërbejnë edhe si forcë. Për shembull, po të përmendim rastin e sezonit, janë kujtime vërtet të mërzitura, por kur vjen sezoni tjetër thu janë kujtime që thuj, okej, unë ja dola, mund t'ja dal përsëri, mund të shërbejnë si forcë. Por nga ana tjetër edhe kujtimet e lumtura mund ta ngjallin edhe rast të gëzimi, pra optimizëm, por nga ana tjetër mund ta ngjallin edhe një formë mërzie, trishtimi, vetmie, kur kujtojmë për shembull momente që kemi kaluar me miqtë tonë, themi okej, ne ndjehemi të vetmuar, momente të lumtura për të kujtuar, por për momentin ndjehemi të vetmuar. Sepse ne momentet të vështira që kalojmë në jetë, ndoshta nuk i kemi superuar mjaftueshëm sa për t'i harruar ato. Domethënë, ndoshta dhimbja ose trishtimi duhen harruar këto kujtime, por është mirë që sigurisht që duhen harruar. Varet nga situata, gjithmonë varet, çdo gjë lidhet me situatën, se çfarë situate kemi përballë, po sigurisht që është pozitive që rastet, domethënë problematike dhe dhimbje të mëdha të paktën të reduktohen dhe jeta të vazhdojë, që mos lënë gjurmë, që më pas mos kemi të bëjmë me trauma, sepse ka probleme më të ndryshme që realisht lënë trauma tek individët. Më e mira e mundshme është sigurisht të flitet me një psikolog, që kjo të kalojë, të bëhet më lehtë për të përballuar, sepse vetëm individi sigurisht që e ka shumë herë më të vështirë që ta kalojë këtë problem. Kujtimet janë gjë e keqe që ne kemi kujtime? Jo, nuk janë gjë e keqe, është diçka që ne kemi kaluar, nuk e mohojmë dot, janë pjesë e jetës sonë, e rëndësishme është që dim t'i menaxhojmë atë. Dhe për t'i menaxhuar duhet që personi të gjejë vullnetin, që t'ia dalin banën, këtu ku përmendi ato kujtime që na ngjallin mërzi, vetmi dhe dhimbje. Por nga ana tjetër është edhe familja dhe rrethi shoqëror që duhet të na ndihmojnë t'i përballojmë këto kujtime. Për sa i përket kujtimeve që shkaktojnë edhe traumë hera herës, a është e vërtet shpreha koha shëron gjithçka? Apo ka dhe faktorë të tjerë që duhet të ndikojnë? E thash dhe më para dhe po e them që koha kalon, nuk është se koha në kuptimin e saj shëron, por është mbështetje që ne marrim nga familjarët, nga shoqëria, që të na bëjnë që këto kujtime që na ngjallin dhimbje, t'i harrojmë ose jo t'i harrojmë, po thjesht t'i mbajmë, t'i kujtojmë si kujtime, jo si pjesë jetës sonë që nuk na ndahen, edhe në të tashmen edhe në të ardhmen. Koha sigurisht është ilaçi më i mirë, por duhet edhe shumë ndihmë, domethënë nuk mund t'ja dalim dot të vetëm edhe me kohën përpara, sado kohë që të kemi. Sigurisht që shoqëria, familja janë faktorët kryesorë që të ndihmojnë që ta kalosh të traumë, në rastin e traumave flas gjithmonë. Ka një sër faktorë që ndihmojnë. Asnjëherë nuk jemi të aftë që të përballojmë vetëm një dhimbje, sado e vogël qoftë ajo, për të mos folur për dhimbje të mëdha më pas, sado e vogël që të jetë, ne duhet të jemi social, duhet kemi njerëz pranë që na mbështesin, na ndihmojnë, kemi mundësi që të flasim me ta. Vetëm kështu mund ta kalojmë më lehtë. Mira, ka një mënyrë për të hequr kujtimet negative dhe për të kujtuar vetëm kujtimet pozitive, pra të bësh një ndarje me mendjen tënde, apo s'ka nuk është arritur një recetë kjo gjë. Recetë nuk është. Ti ndash me folder. Dhe ta hapësh këtë folder duash. Për vetë faktin sepse janë të pandashme edhe kujtimet, domethënë kujtimi vetë si proces është edhe pozitiv edhe negativ. Nuk mund të ndajmë që ne do kemi kaq kujtime të lumtura, kaq të trishtuara. Nuk ka sens kjo gjë. Domethënë kujtimet janë aty, përfshihen tek ne në çdo gjë, kështu që detyrimisht vetë jeta t'i sjell edhe të kujtimet trishtuara dhe kujtimet e lumtura. Sepse nuk thua dot me veten që okej, unë të kujtoj kujtimet të mira ose të këqija, nuk e thua dot. Është vetë siç e thamë. Vjen në mënyrë pavetdijshme. Po, vjen në mënyrë të pavetdijshme. Ti të shikoj një, ose qoftë edhe një gjendje moti, të kujton diçka një moment, edhe nuk e thua dot, stop, unë për kjo gjë do më kujtohet. Po shpejt për shembull themi që ka të bëjë me optimizmin. Sa mirë që ma kujtove se e kisha harruar. Kjo është pastaj për karakterin e individit, për karakteristikat, për shumë njerëzit optimistë sigurisht janë më të predispozuar për të ndjekur më shumë ose për të kujtuar më shumë kujtime pozitive dhe momente të lumtura, ndërsa njerëz që janë më pak optimistë
më të ndjeshëm, reagojnë më lehtë ndaj trishtimeve, ndaj kujtimeve të hidhura, i rikujtojnë her pas here. Ka të bëjë dhe me sa optimist ndjemi ne dhe sa në fakt duam që të jemi optimist edhe të kujtojmë vetëm të lumturat. Kjo të bëhet duke punuar me... Por për njerëz që s'kan kujtime fare, ka? Ja, Që si kujtojnë fare, është... Kjo, nuk e di, nuk më ka ndodhur që të takoj një person që nuk ka asë lloj kujtimi, është pak e Mos vështirë. ngacmohet nga asnjë gjë si kujtohet. Jo si kujtohet, po duhet të bësh një muhabet që t'ja kujtosh një gjë. Ndoshta nuk e nxjerr në pa ose ka të bëjë me ato kujtesë të afat-shkurtër, por nuk besoj se ka njerëz që në mos një datë, në mos një festë, në mos një diçka t'ja kujtoj diçka tjetër. Kështu që është jeta e lidhur, është jeta që na lidh me kujtimet, duam apo s'duam ne. Kjo është. A trashëgojnë kujtimet brez pas brezi për shembull? Sigurisht që trashëgohen, janë kujtime që lidhen me familjet, edhe kur ne i injektojmë fëmijës një gjë pas here, kur ai më vonë të ketë familjen e tij, e kujton këtë gjë. Unë kur isha në këtë moshë, për shembull, ose mama ime më bënte këtë gjë, ndodh edhe me ne rëndom që në ditët e përditshme kujtojmë shpesh herë gjëra që ne kemi qenë të vegjël edhe të prindit na i kanë trashëguar dhe ne kemi trashëguar tek prindit tek fëmijët tanë ose. Nuk e di nëse mund t'i quaj kujtime apo mund t'i quaj traditë apo kulturë. Kupton? Nëse ne trashëgojmë një traditë, kulturë, mund të kujtojmë një histori që na ka treguar dikush, por se di nëse mund t'i quajmë kujtime të trashëguara. Festa të ndryshme, edhe unë këtë e rikujtoj më shumë si kujtim, sepse mbaj mend që kur isha e vogël, familja im mblidhej, është kjo festë, lidheshim gjithë bashkë te tavolinës etj etj, dhe unë shpresoj që në të ardhmen edhe unë ta riprovoj këtë gjë, domethënë ta bëj edhe vetë këtë festë ose këtë mënyrë të festuar, le të themi. Kështu që mendoj se janë edhe pak të lidhura me të trashëguarat, se sa prindët trashëgojnë qoftë një gjest, qoftë një festë. Po dhe me histori për shembull, gjyshe e tregon kujtimet e saj, unë mund të tregoj fëmijës tim nëse pas nesër besoj. Atë janë prallë apo janë kujtime? Jo, janë kujtime, janë sekuenca nga jeta. Ajo është kujtimi dikujt tjetër që ja tregon dikujt se di se po, është mbetet kujtim, për personin që e tregon mbetet një kujtim i jetës, mbetet një sekuencë e vogël. Po është si puna atyre që shkruajnë libra kujtimet e vet apo? Po ta shkruajnë kujtime që duan ata të tregojnë, jo kujtime që ata duan të tregojnë, dhe shpesh herë ne për shembull e lidhim dhe vetë ngushtë me kujtimet e atyre. Për shembull kur gjysha tregon një histori, ne shpesh herë themi, si unë, edhe unë kështu isha ose edhe unë kështu do doja. Kështu që lidhen deri diku. Nuk është se kanë ngjashmëri të madhe midis kujtimit të tjetrit dhe kujtimit që ne përjetojmë vetë, mund të gjejmë një pikë të përbashkët ose asnjë pikë të përbashkët, por që përfshihemi dashi pa dashi edhe në një ndodhi ose një ngjarje të një personi tjetër që e tregon atë. Ndërkohë, ka lidhje, ndoshta kam gabim, për shembull, njerëzit që i mbajnë mirë mend ëndrat e tyre, a janë këta dhe njerëz që mbajnë mend çdo detaj, çdo kujtim nga jeta e tyre? Psikologjia si e shpjegon, për shembull, ka ndonjë literaturë shpreh që mbajtja mend e ëndrave lidhet me llojin e gjumit, nëse ti e... Domethënë nuk ka lidhje me kujtimet. Nuk ka lidhje me kujtimet, nuk varet nga kujtimet, varet se literatura të paktën shkenca e shpjegon që nëse ti zgjohet me lëvizje të shpejtë të syve, nuk i mban mend dot kujtimet, ndërsa nëse zgjohesh me lëvizje të shpejtë. Unë e di se ëndrat kanë bërë kujtim, unë e di se nuk e di, ndoshta shkencërisht janë dakord shumë me se Derione ka mbaruar. Jo, unë kam më shumë përflas nga përvoja personale, s'ka lidhje me atë pjesë. Deri domethënë zakonisht në ëndra ato shohun ato që kaloj. Ato që kalon gjatë ditës. Po ato më dalin mënyra ndryshme, po kjo nuk është zbuluar akoma, domethënë gjëja që i lidh kujtimet dhe ëndrat, por sigurisht që kanë, sepse janë të ndërthura bashkë duke treguar një anë të pavetëdijshme tonë, ose ndodhin edhe në gjumë, ne shikojmë sekuenca ose pjesët që i kemi kaluar që më pas edhe i kujtojmë ato herë pas here, por që të ketë një lidhje të ngushtë midis kujtimeve dhe ëndrave që ne shikojmë, nuk është se ka ndonjë përkufizim të saktë që i lidh ato dy bashkë. Mirë, sa i predispozuar është për të pasur probleme një personi i cili ka shumë kujtime dhe i shfaqet shpesh ato? Të hidhura apo kujtime në përgjithësi? Në përgjithësi kujtime, po zakonisht ne thamë që kujtimet e hidhura janë ato të cilat dalin më në pa gjithmonë edhe. Të ngelin, pra e bën tatuazh në trukur, i thënë. Për shembull, personat gjithmonë duhet kujtojmë. Ne nuk kemi edhe me atë pjesën që të harrohen kujtimet, ndodhitë, sepse të ndihmojnë të jesh një person më i mirë, ose të ndihmojnë për të vazhduar jetën më tej. Nuk ka ndonjë rrezik për personat që i kujtojnë ndodhitë e tyre. Qofshin këto negative sigurisht, sepse më vonë
kalon në mbylljen e vetvete, në probleme të tjera, humb vetë vlerësimin e të tilla gjëra, por që kujtimet pozitive duhet t'i kujtojmë për të mos ngecur në to. Deri në momentin që ne nuk bëhemi, domethënë nuk ngecim në to dhe harrojmë të vazhdojmë ditët që na presin. Pra bëhesh i varur nga kujtimet e tua. Nuk do thoja varësi, sepse më duket pak Se ka njerëz që janë gjithkohë si ke Esa mirë isha kur isha tek ai momenti, sikur të ishte ashtu jeta, është problemi i madh dhe harrojnë që dita e sotme është ose nesër ja vjen dhe vazhdojnë. Është problemi i madh. Ky është problem kur ngec në kujtime. Domethënë kur ti mbetesh aty dhe kujton ato që kanë kaluar. Çfarë duhet të bëjnë njerëzit që ngecin në këto kujtime për të patur një jetë më normale? Njerëzit duhet të vazhdojnë edhe të shijojnë ditën që kanë përpara, edhe kujtimet le t'i kujtojnë her pas here, po jo të krijojnë her pas here të lidhin çdo gjë që ndodh me ato kujtim. Nuk duhet i lidhur asgjë. Ai është një moment që ka kaluar edhe ne duhet të krijojmë një tjetër moment për ne. Ndoshta aq të mirë ose edhe më të mirë se ai që kishim përpara. Vetëm kështu mund ta kalojmë këtë pjesën e të mbeturit në kujtime. Mirë, ne kemi ardhur drejt fundit të bisedës, nuk e di doja një mesazh nga ju në lidhje me temën, me pjesën e parë që ne po trajtonim. Mesazhi më i mirë nga ana ime mendoj se do ishte që kujtimet e hidhura të lihen pak po si ti lëm këtë se gjem, si mund t'i lëm? Ka një ilaç që t'i lëm? Ilaç fatkeqësisht nuk ka, por duke kujtuar momentet e bukura, duke marrë shtys nga ata që ne të kalojmë. Mund ta mësosh trurin kështu ta bësh? Mund ta mësosh sigurisht duke punuar me veten her pas here që kujtimet e hidhura tani ajo situatë ka ndodhur, ka kaluar, ne duhet të vazhdojmë, jeta vazhdon çfarëdo që ndodh. Dalësh para pasqyrë. Momente të bukura ne mund të kalojmë çdo moment të ditës. Nuk duhet të mbetemi në kujtimet e hershme, në kujtime që sidomos në ato që kanë lënë gjurmë jo të mira në mendjen tonë. Le të shijojmë ditën, le të shijojmë çdo moment të ditës, le të bëjmë që nesër të kujtojmë një moment të bukur të sotmes. Në fakt për ilaç për kujtim, më kujtoj për ilaçin tani ishte një informacion i kohëve të fundit që një grup shkencëtar nga Universiteti i Amsterdamit kishte zbuluar një ilaç duke quajtur propanolol edhe ky pra frenonte këto eventet post-traumatike. Në Amsterdam kanë shumë ilaçe interesante, po shkosh atje dhe nuk është provuar akoma tek pacient sipas tij. Pra është duke u testuar. Po, është duke u testuar dhe nuk ka dalë akoma një rezultat i saktë dhe nuk janë marrë njerëz për ta provuar. Kështu që nuk duhet ta provojnë dhe njerëzit. Jo, në rregull. Ju këshilloj që jo. Nuk ka kohë sa dali rezultati i saktë në Amsterdam, mund kalosh kujtime të bukura dhe të këqija besoj. Mesazhi im do ishte që kujtimet janë pjesë e pandashme e jetës tonë. Është mirë të kujtojmë, po jo të bëhemi vartës i kujtimeve. Okej, mirë, faleminderit që ishim me në studio. Në kohë miqdashësh do të qëndrojmë sërish, do të flasim sërish për temën për kujtimet, do të prekim pak ato kujtimet në dashuri, por megjithatë është momenti që ne ndejmë një material të përgatitur nga gazetarja jonë Migena Krah dhe kthehemi sërish në studio me të tjerë të ftuar. Secili prej nesh, kur realizon një udhëtim vërtet të rëndësishëm, sjell me vete shumë kujtime, mendime dhe imazhe që kanë lidhje me ato momente të veçanta të kaluara së bashku me partnerin, një grup shoqëror apo në raste të dëshpëruara edhe vetëm. Një pjesë e madhe e industrisë së kujtimeve është zhvilluar pikërisht rreth kësaj nevoje të ashtu quajtur, një kujtim i bukur. Bota e suvenireve i bën shumë qytete dhe zona turistike tërheqëse, ndoshta ndonjëherë me tepri. Nuk ka një destinacion turistik që të mos ketë një dyqan suveniresh, ku shpalosen objekte të ndryshme zbukurimi, apo dhe veshje që në përmbajtje kanë pamje të qytetit, të cilat na bëjnë për vete, dhe në fund ti nuk di çfarë të zgjedhësh. Nga dyqani nuk del dot vetëm me një të tillë, pasi këto momente të bukura dëshiron t'ju adhurosh edhe të afërmve të tu. Megjithatë, shumë shpesh kujtimi i një udhëtimi është vetë udhëtimi. Fotografit. Në botën e telefonave të zgjuar apo tabletave, duket një banalitet të këshillosh që të ruash pikërisht kujtimet e një udhëtimi pas shkrepjeve të këtyre mjeteve digjitale. Por problemi nuk është kaq i thjeshtë, pasi këto foto digjitale na e kanë hequr pothuajse fare dëshirën për t'i ekspozuar këto momente të këndshme në hapësirën e të përditshmes tonë, pasi ato rrinë në errësirën e hard diskeve. Imagjinojeni se si do të zbukurohej dhoma juaj apo salloni pikërisht me këto foto, nëse do t'i stamponit dhe do të tregonit kujdesin e duhur për t'i vënë në kornizë e për t'i kujtuar këto momente sa herë të hidhni syt nga ajo anë e murit. Do t'jetë gjithmonë një buzëqeshje në fytyrën tuaj, ndërkohë që në Instagram apo Facebook, ata do të marrin pëlqime apo jo pëlqime, as pak të sinqerta. Por, dhe tradita e prindërve tanë me albumet fotografike voluminoze, asnjëherë nuk del jashtë mode,
Pasi ti do të kesh çfarë të shohësh mbrëmjeve të gjata të dimrit. Apo nëse do ta shikosh veten pas shumë vitesh, si një gjyshe apo një gjyshe e përkushtuar, do t'ja u tregosh nipërve e mbesave, duke i ftuar, pse jo, të shkojnë të zbulojnë këtë vende, që dikur për ty kanë qenë vërtet speciale. Produktet gastronomike. Sipas një studimi, 1 ndër 5 turistë gjatë udhëtimeve blen diçka që ka lidhje me kulturën gastronomike të vendit përkatët. Ka nga ata që nuk duan të eksperimentojnë shumë dhe u pëlqen të luajnë të sigurt, duke marrë një shishe verë të zonës. Por ka dhe nga ata që marrin kavanoz tipik të salsave apo të marmalatave, të bërë nga vetë banorët në mënyrë artizanale. Nuk qëndrojnë më pas të dashuruarit pas vajit të ullirit, i cili më së shumti kërkohet nga nordikët kur vizitojnë Mesdheun. Por shija zgjerohet nga ata që janë shijues vërtet të mirë të djathrave apo sallamerit. Kjo kuptohet në varësi të transportit dhe zgjatjes së udhëtimit, pasi mund të çosh në shtëpi një produkt me myk dhe pa vlerë. Të gjitha këto do t'ju bëjnë më të shijshme kujtimet e udhëtimit të fundit. Magnetet e frigoriferëve. Një nga objektet më klasik që blejmë gjatë një udhëtimi është magneti, i cili vendoset tek dera e frigoriferit. Shumë njerëz kanë 10 objekte të tilla, të cilat i kanë bler vetë, por ndoshta edhe ju a kanë dhuruar. Kështu, kur t'ja shihni dikujt me shumicë, mos u zilepsni, sepse nuk ka qenë në të gjitha këto vende. Por ka dhe nga ata që i kanë reale. Këtu kemi të bëjmë me adhurues të pushimeve apo me koleksionistë të vërtet të magneteve turistik. Mjafton ky objekt i vogël dhe teksa ha mëngjesin, drekën apo darkën, ti të fillosh të mendosh për ato udhëtime që ke bërë. Por biseda mund të hapet edhe mes miq, kur ato prej këtyre suvenirëve interesant të pyesin për udhëtimet apo aventurat e bëra në atë vend. Kështu ti fillon të qartësosh edhe më shumë kujtimet, duke i bërë vërtet të rëndësishme këto të ashtu quajtura zbukurime të frigoriferit tuaj të dashur. Bluzat apo veshjet. Unë e dua New Yorkun, unë e dua Parisin, unë e dua Barcelonën, unë dua të udhëtoj dhe të kujtoj. Në fakt janë veshjet dhe veçanërisht bluzat me mbishkrimin unë e dua këtë apo atë qytet, të cilat janë shumë të kërkuara, veçanërisht nga turistët e rinj apo ata adoleshentë. Edhe pse këto bluza janë afat shkurtra në të veshurin e tyre, tek përpiqesh të gjesh veshin e duhur për çdo ditë në garderob, do të hasish bluzën me qytetin tënd të adhuruar. Kështu, dita do të fillojë me këto mendime, dhe pse jo, do ta kapesh veten teksa buzëqesh rastësisht. Po ju, si ruani kujtimet e udhëtimeve tuaja? Mirë, më kthyer sërish në studio për të pasur kujtime sa më të mira nga udhëtime, shpesh njerëzit marrin këto gjërat, bluza, kështu gjërat veçanta. Marrin si suvenir. Unë kam çdo ditë suveniret e mia. Unë kam pishë me sita murt që më ver çdo ditë e kam kujtime shumë të bukura dhe ka nga ato kujtime që hera herës të çojnë për ato skenat e filmave hollywoodian. Sa e shikon sita murt kujtohet një puntat e emisioni që ke vesh një këtë fustan, no? Jo, më harroj fare që jam në emision shpeshherë në bukur vetën për ato skenat e Hollywoodit. Okej, mirë. Pasi duke qenë se vishin e këto. U ktheva, ndërkohë Mikisha tona kanë zënë vend në studio me shkunesi, prezantoi Brunilla Laboviti, pedagoge në Fakultetin e Psikologjisë dhe gjithashtu një psikologe. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Lili Sula, pedagoge në Fakultetin e Histori Filologjisë në Departamentin e Gjuletërsisë. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët në studio, do flasim për kujtimet e bukura, kujtimet e këqija, kujtimet e dashurisë, shpeshherë ato janë që kujtohet më shumë, humbjet ose pjesët e papur. Nuk e di, ato pjesa keqe. Një zemër e thyer. Aty e ke gjithë problemi. Megjithatë, mua më pëlqeu ky materiali që ndonjë kishte të bënte me udhëtimet e shumta. Bruno, është një gjë mirë këto marrë të këto suvenireve për të kujtuar her pas here ato udhëtim? Sigurisht, edhe jo vetëm marrja e suvenireve, po edhe mos mungesa e fotografive, dhe me thënë gjithmonë prezenca e fotove në vëndet të cilat ne vërtet kërkojmë të marrim relaksën dhe kënaqësinë, edhe këto janë shërbejnë si një forum për të rikujtuar kujtimet e bukura që mund të kemi kaluar në një vend. Dhe kjo është vetëm për të rikujtuar kujtimet apo për të treguar dhe të tjerëve që unë kam qenë në këtë vend? Tani janë dy gjëra. Se mua më ka ndodhur për shembull që isha në Zvicër, bëra gjithë ato fotografi, por pa dashjen telefoni dash deletoll. Dhe nuk kisha asnjë foto nga ajo dhe nuk duk zëre se s'kam qenë, domethënë. Do të shkoj prapë të bëj foto. Jo, janë dy gjëra shumë të ndryshme. Domethënë, pas e fotografive për të mbajtur kujtimet tona dhe personale është diçka tjetër. Më pas ajo tjetra dhe e dyta lidhet me pjesën e ekspozimit edhe patologjisë që kanë individët për t'u ekspozuar ose për t'u vetë ekspozuar në formë më të dominante se të tjerët, edhe lidhet me aspekte patologjisë. Pse pikërisht
Desha të rimark këtë që tha Bruna, në fakt mund të mendosh që është një kujtim të dalësh në fotografi dhe kështu siç thotë Erioni, çdo gjë të diletohet. Edhe unë jam e pasionuar pas high-tech-ut dhe sigurisht të botës digjitale, por të marrësh një kujtim nga një vend turistik do të thosh të marrësh diçka nga ky vend. Ato që bën native, që bën po themi natyrale, jep emrin këtij vendi. Shpesh janë ato që Afrikës, Europës, Azisë. Nuk jam për këto. Unë jam për të krijuar, njeriu krijon gjeografinë e vet të jetës përmes udhëtimeve dhe përmes po themi suvenireve të vogla, jo të shtrenjta, të vogla, por domethënëse signifikative për atë që ke shkuar dhe për atë që ke bërë. Janë ato kujtime që në një farë mënyrë në një kënd të shtëpisë tënde të krijojnë kujtim, të krijojnë historinë e lëvizjeve, historinë e takimeve me tjetrin që themi neve, takimin me të huajën, me persona të tjerë, por dhe me vende të tjera. Për shembull, unë kujtoj kam një kujtim nga Egjipti. Nuk është kushtetit se çfarë i shtrenjtë, nuk ka vlerën tek vlera monetare, por ka këtë vlerë që sa herë shikoj në një kënd të shtëpisë time, më kujton një kulturë, një botë të tërë, krejt të ndryshme nga jo europiane. Kjo është mënyra për mendimin tim më e mirë për të krijuar dhe për të konservuar jetën tonë historike përmes kujtimeve, sepse njeriu, unë jam partizane e modernitetit dhe të shijimit të jetës së përditshme, por njeriu nuk ka ku të bëjë pa jetën e vet historike. Dhe një nga përmasat për ta krijuar këtë jetë historike është pikërisht kujtimi, udhëtimet, kujtimet e tjera, të cilat lejnë këto mbresa. Ndërkohë, fotografi digjitale, për cilat unë mund të kem vite që thjesht na mbeten nëpër flesha, nëpër kompjuter, nëpër iPad e tjerë, nuk e di sa mund të përbëjnë kujtim në sensin e një pasurie nga vendi, pasurie po them artistike, pasurie signifikative nga vendi ku ti ke takuar, ku ke shijuar, ku ke vizituar e tjerë. Ndërkohë, po flisnim për to kujtimet e bukura që ruajmë gjatë udhëtimeve, po ndërkohë janë ato kujtimet e hidhura që lënë më shumë gjurmë në memorien tonë. Dhe pse pikërisht këto kujtime neve na duhet më shumë kohë për t'i harruar, pra shumë e vështirë që t'i heqim qafe. Ose më saktë i fshejmë në mendjen tonë, por për t'u harruar me afton një ngacmim i vogël. Do gjeva një pjesë të panelit të mëparshëm dhe me interes për t'u inkuadruar në këtë panel. Në fakt është një edukat, po them edhe një kulturë më vete të marrësh ditosh me kujtimet. Ne ndoshta është mungesë kulture në shoqëritë që janë në prag të hapjes ose në shoqëritë që kanë pak vite që jetojnë si shoqëri të lira, na është edukuar shumë kultura e vuajtjes, kultura e të fiksuar të gjë së keqe dhe të jetosh me këtë kujtim. Ndërkohë, që në vendet përparuar, në vendet europiane, në Itali, në Francë, në Angli e tjerë, ke humbur njeriu tonë të shtrenjtë, sigurisht ky është dhimbja më e madhe, besoj që mund të ketë një njeri, dhe ke humbur prindin, ke humbur fëmin, ke humbur të dashurin e jetës, por ka një kulturë tjetër të kurimit të kësaj dhimbje dhe jo të harrimit, po për të kaluar në jetën tënde të përditshme, për ta marrë me të mirë dhimbjen, themi neve, dhe për të vijuar jetën e përditshme. Sigurisht që jeta është një mozaik i plotë, dhe unë si letërsisë jam e bindur që jeta ka kujtimet pozitive dhe negative. Por, ideja që kujtimet negative zënë më shumë vend dhe kujtimet negative na mbajnë peng, ose kujtimet negative janë ato që neve na vrasin gjatë jetës, për mua është mungesë kulture për ta jetuar jetën në sensin më shumë negativ se sa në sensin pozitiv të saj. Mirë, ato të vrasin për një fragment, se ti prapë rikthehesh në jetë, apo jo? Sigurisht që ti rikthehesh në jetë, por po ti je i varur vetëm pas ngjarjes së hidhur dhe ta bësh këtë model jete, të çosh në mëngjes me idenë që un kam humbur të ti, nuk ke më motiv për të filluar dhe do kuptojmë diçka që e thënë me fjalë është shumë e thjeshtë, por ka njerëz që vuajnë nga kujtimet e hidhura dhe nuk e mposhten dot të pjesë. Unë flas si dukuri shoqërore në sensin që në shoqëritë e mbyllura të izoluara kultura e dhimbjes është ngritur në mit, kurse në shoqëritë e hapura demokratike sigurisht që ekzistojnë, nëse ka qendra terapie, ka terapi, ka psikiatër, ka plot grupime shoqërore, ka jetë socializuar, ka forma që njihen. Unë flas për një kulturë mendësie, një kulturë që na është ushqyer ne që në vogëli për shoqëritë e mbyllura, që nuk është karakteristik për shoqëritë e hapura europiane dhe amerikane. Për shembull në Amerikë çdo vit miliona njerëz shkojnë aty, edhe shkruajnë një letër kujtime tek qytetit dhe i grisin me shpresën për të harruar mënyra për ta marrë të keqen më të mirë. Por harrohen këto kujtime që mund të zhvillohet në seanca terapeutike me klient, edhe që por nëse do t'ishte e mundur që të harroheshin këto kujtimet e hidhura, sigurisht që jeta do ishte shumë më e bukur. Mirë po, sigurisht që lidhet edhe me kulturën ashtu sikur sa u përmend, por lidhet edhe me aspektet personale të personalitetit të individit, sa i aftë dhe sa i predispozuar është individi për ta bërë vetë menaxhimin e këtyre kujtimeve të hidhura. Nëse s'mundet, sigurisht që kërkon ndihmën e një specialisti dhe në këtë rast edhe puna e psikologut merr kuptim në momentin kur një klient shfaqet problematik lidhur me kujtimet që lidhen edhe me kujtimet e hidhura. Kështu që do të ishte
s'do të kishte më punë pastaj, nuk do të kishte më patologji, nuk do të kishte më të çrregullime, nëse këto kujtimet e hidhura nuk do të. Po mirë, kur është ai momenti që duhet të kesh, domethënë duhet vërtet i drejtohesh dikujt për të qenë më rehat me veten. Aty është problemi, besoj unë, që njeriu kur nuk e kupton momentin kur duhet të shkojë te psikoanalisti. Dhe ky është një moment, sigurisht ka të bëjë me ndërgjegjësimin, ka të bëjë me punën e psikologut, ka të bëjë me një kulturë individuale, që përsëri unë i rikthejmë shoqërive të hapura. Ne gati kemi fobi dhe kemi tabu, ti themi shoqes, ti themi familjarit, ti themi kolegut, që unë kam nevojë për një këshillim zakonshëm. Po, ndërkohë që në shoqëritë e hapura, prandaj unë bëj gjithmonë këtë lloj përplasje midis modernitetit në shoqëritë e hapura dhe botës moderne, foshnjore në shoqërinë tonë në Shqipëri. Kur ti akoma e ke tabu që të shkosh dhe të bësh një këshill me psikoanalistin, kjo gjë do të thënë lë për dëshiruar, edhe për punën e psikologut, të psikanalistit, edhe për punën edhe për individin, personalitetin. Unë i referoj një teorie që e dua fort në fakt dhe i besoj teorisë së Freudit, që personaliteti njeriut formohet në vogëli dhe kujtimet foshnjore, siç thotë edhe vetë Freudi, janë shumë të rëndësishme në formimin e personalitetit. Mosha që një fëmijë fillon të ketë kujtime, pra të regjistrojë çdo gjë në trurin e tij. Për Freudin deri 3-4 vjeç njeriu ka krijuar personalitetin dhe në baza e kujtimeve dhe kujtimet foshnjore janë shumë të rëndësishme. Sigurisht to vinë edhe ndërtohen, strukturohen, shumësohen duke krijuar shtresime të ndryshme, por fëminia dhe foshnjëria janë bazë shumë e rëndësishme për krijimin e personalitetit. Ne nuk para i kujtojmë ato. Në fakt 5 vitet e para të jetës së fëmijës nuk kemi kujtime, ose dhe nëse ato shfaqen në sekuenca shumë të vogla, se rezultati faktit që truri është në zhvillim me sipër edhe mendohet nga shkencëtarët që e mposhtë pjesën e të kujtuarit të kujtimeve. Dhe prandaj ne nuk kemi nga fëmijëria jonë para 5 vitesh, do të thotë në 5 vitet tona të para. Ne nuk bëjmë mend edhe para 3 vitesh, unë s'bëjmë mend ëndra dhe kujtime edhe para 5 vitesh. Ka një pjesë që ne përzgjedhim të kujtojmë, jo se ato nuk ekzistojnë, ato futen në pandërgjeshmën tonë, nëse do të referohemi dhe Freudit. Duhet një ngacmim, duhet një ngacmim. Ato mposhten dhe fshahen të pandërgjeshmën tonë dhe në momentet kur shfaqet post-trauma, në rastet për shembull të ngjarjeve traumatike ose të kujtimeve traumatike të hidhura që mund të kenë ndodhur edhe para 20 vitesh dhe ti ke menaxhuar shumë mirë ose i ke fshehur kaq shumë fort në pandërgjeshmën tonë dhe ato pastaj janë aty, se Freudi këto sigurisht janë aty dhe shpërthejnë në një moment ku ti mund të jesh vulnerabël, kur mjedisi ndikon në shfaqjen e këtyre kujtimeve dhe kështu që shfaqet post-trauma dhe pastaj ti kupton që ke nevojë. Ti nuk do t'i mbash mend, ti i fut në arrest, dhe arresta kjo është, më thotë, të represosh ka shumë fort pjesën e kujtimeve negative. Pra pastaj hyn në punë roli psikologut që ti të paraqitesë të rritë kujtesë. Për shembull, nëse do të marrim një rast konkret, humbjen e një personi të dashur. Në fakt është problem kur pas humbjes së personit të dashur, një person bën çmos se të harrojë kujtimin e idhur që i lë humbja e një personi të dashur. Dhe ajo që bën është fillon aktivitetet e veta, merret me të përditshmën e tij dhe shef jetën më pozitivisht. Mirë po, ka dhe një stad përjetimi i kujtimit negativ. Do thotë do dhe kohën e vet që të përjetohet kujtimi negativ dhe shija hidhur që të lë një kujtim. Momenti që ajo është konsumuar, ajo nuk rishfaqet më. Do thotë që këta personat që unë mora si shembull mund të rishfaqet pas një periudhe kohë më të gjatë dhe ata kuptojnë që ky është si rezultati i këtij kujtimi të hidhur që e kanë frustruar, e kanë represuar në të pandërgjeshme. Pra shfaqet një mënyrë tjetër nga ajo që ti. Ka të bëjë me deformimin e personalitetit, sigurisht një kujtim i hidhur ose një ngjarje e hidhur lë kaq pesh në personalitetin e njeriut, në formimin e tij të karakterit, sa që vjen edhe rifunksionalizohet, rijetësohet më vonë në skena dhe në momente shumë të rëndësishme të jetës. Unë kam parasysh që edhe psikologët e adoleshencës apo psikologë moshor flasin për një mirë edukim dhe mirë trajtim të fëmijëve të vegjël, sepse kur shkojnë në shkollë dhe jeta sociale nxjerr më së shumti këto lloj probleme të personalitetit që kanë bënë me ngjarje dhe me frustrimin e kujtimit, kur shkojnë në shkollë nxjerrin dhe pasojnë tipare të personalitetit të individit të cilat nuk e kanë shfaqur në familje. Pikërisht se bëhen të dukshme përmes një realiteti të ri, më social, brenda klasës, brenda fakultetit e tjerë. Ndërkohë, Bruna, kush kategori njerëzsh është më prirur për të rënë pre e kujtimeve të tyre, qoftë negative dhe qoftë pozitive? Ata personat të cilët janë
më aktiv në jetën e tyre, kam merr me punë, apo personat të cilët janë pak më pasiv, lexojnë shumë? Ka personalitete ekstraverte dhe introverte. Ato që e përjetojnë më shumë eksperiencat të që lidh kujtimi negativ janë tipat introvert. Ata të cilët nuk e shprehin si jashtëmi, ato që përjetojnë si rezultati i një kujtimi të hidhur që mund të ketë që në jetën e tyre prezent. Kurse tipat ekstravert, ata të cilët e shkarkojnë në botën e jashtme dhe kryejnë aktivitete të cilat i bojnë ata që të merren me shijen e hidhur që i lë kujtimi, e kanë më të thjeshtë të mos e përjetojnë. Pra nuk ka të bëjë shumë me sa aktiv dhe sa pasiv jeti në jetë. Pikërisht këtu për të dalë, Erion, ka të bëjë dhe me një faktor të jashtëm, sepse individi nuk jeton vetëm për vete. Raportet e individit me të jashtme, me botën, me shoqërinë, me realitetin, me të përditshmen. Këto lloj raportesh kanë bërë që dinamika jetës, modernizmi, shpejtësia, po themi kinetizmi që ka jeta në modernitet, të bën që duke u marrë me jetën tënde fizike jo të harrosh, por të mos merresh me kujtimin dhe bëhen pastaj ngacmues reagent të ndryshëm të jashtëm që të fusin në botën e kujtimit. Por për kujtimet të hidhura, kjo dinamike jetës është një ilaç ose është një shërues i mirë. Ka të bëjë pikërisht me rastet kur themi sa mirë që je në punë ose sa mirë që je aktive në jetën tënde të përditshme, për të në një farë mënyre për të kaluar këtë periudhë të vështirë që po kalon, që mund lidhet me humbjen e njeriu, me një problem tjetër të rëndësishëm e tjerë. Ndërkohë, për shembull, emocionet e ndryshme që përjetojmë gjatë ditës, gjatë jetës, harruan këto emocione pozitive si kujtime? Në fakt, pjesa emocionale ndërtohet në sajt të rikujtimeve. Do të thotë që ne rikujtojmë X kujtim tonin që ka ndodhur shumë vite më parë dhe këtu na shfaqet aspekti emocional. Ne ripërjetojmë të njëjtin emocion sikur ta kemi jetuar në këto momente, të njëjtin kujtim që kemi pasur, si pozitiv si negativ. Në rastet kur ky kujtim është negativ, sigurisht që përjetojnë emocione negative dhe përjetojnë në të njëjtën formë, prandaj quhet rikujtim ose ripërjetim. Sepse ndodh në të njëjtën formë. Për mua të letërsisë është, prandaj nganjëherë shkencat dhe disiplinat janë të ndryshme. Emocioni është vetëm ndjesia që të jep kujtimi. Domethënë, në bazë të kujtimit raportohesh dhe prodhon emocion. Njeriu kalon në sferën e vet emotive. Pra janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Sigurisht, por janë shkak pasojë njëra tjetrës. Domethënë, emocioni është ndjeshmëria pozitive, negative, e bardhë, e kuqe, e hidhur, e ëmbël e tjerë, që të fal pikërisht ky kujtimi, ngjarja që është krijuar, është ky raport. Ndërkohë, për shembull, shumica kujtimeve vijnë nga ngjarjet e jetës, vijnë nga libra. Cilat janë ato sferat që vijnë më shumë këto kujtime? Për shembull, juve mund të vijnë nga një libër që në fakt në të letërsisë jetojmë edhe përmes memoaristikës që e quajmë neve në letërsi, dhe kujtimi ka shumë vend edhe në letërsi. Domethënë ka një sër libra, shumë autorë që merren me kujtimin. Siç ka plot autorë të famshëm, personalitetet të historisë, personalitetet të jetës moderne, personalitetet të politikës që shkruajnë biografinë e vet dhe ky është një formë e kujtimit, ose shkruajnë kujtimet e veta. Dhe ju njihni që shumë titull librash, po të shikoni kanë si titull kryesor kujtimin. Lulja e kujtimit, kujtimet e filan personaliteti e tjerë. Pra, kujtimi ka një rol të rëndësishëm edhe në letërsi. Dhe unë sigurisht që neve të letërsisë, por dhe ato që e duan artin, e duan letërsinë, jetojmë edhe në këtë shtres shpirtërore, po themi një shtres artistike, duke ngritur nga jeta e përditshme, shpesh edhe rutinore, dhe për ndërtuar një jetë tonën artistike përmes kujtimit të leximit. Të jetosh të kujtimit të leximit, do me thënë, gati të jetosh me personazhet e tu të dashur, me autorët e tu që ke lexuar dhe që po lexon sfundimi, me situatat nga librat e tu më të preferuar e tjerë. Është një raport i veçantë, një farë mënyrë ka të bëjë me... Në jetë për shumë që gjatë kohës që ju keni duke lexuar një libër, duke ecur në rrugë, ndodh një ngjarje dhe ty duket sigurisht një histori si ajo që ti ke lexuar në libër? Nëse s'është njësoj, ne pastaj kemi një metodë tonën që quhet komparative, bëjmë krahasimin, themi, kështu ishte në libër kur e lexova, dhe kështu është në jetën tënde reale. Dhe këtë e bëjmë edhe me studentët në fakt. Ka letërsia e krahasuar, është pikërisht një disiplinë që merret dhe krahason realitetin me atë çka është në libër ose krahason dy vepra. Por sigurisht që kujtimi është shumë i rëndësishëm edhe në botën artistike. Në përgjithësi në botën artistike, jo vetëm në letërsi. Po pse jemi kaq të lidhur me kaq ngushtë me kujtimet tona? Pse jemi kaq të lidhur me to? E ardhmja jonë ndërtohet në bazë të kujtimeve, qoftë pozitive apo negative, kështu që dashur pa dashur ne lidhemi me kujtimet, sepse ndryshe njerëzit do të jetonin vetëm në jetën reale dhe nuk do të jetonin edhe në botën e përtejme. Do të thotë që nuk do të kujtoheshin edhe nga bota e përtejme. Do të harroheshin shumë shpejt, ne nuk do të kishim më
imazhet e qartat që na përcjellin pjesën e kujtimeve të këtyre personave, për shembull. Kurse unë mendoj që kujtimi nuk ndërton të ardhmen, kujtimi në ka dhënë për masën tonë historike si qenie biologjike. Do me thënë, nëse unë sot kam një moshë caktuar dhe kujtoj kur kam qenë studente, kur kam botuar një libër, kur kam qenë në një konferencë, në një cikël leksionesh e tjerë, një takim dhe një fest me kolegë, do thotë që kjo është për masa ime historike e kaluara ime, si qenie biologjike. Po mirë, pa kthyer kokën pas nuk mund të ecësh përpara. Duhet parë pak mbrapa. Kjo është një teori që mua s'po pëlqen nga pikpamja filozofike. Nuk më pëlqen sepse mund të jetë një ideal komplet tjetër që s'ka të bëjë me të kaluarën për të ndërtuar dhe për projektuar të ardhmen. Dhe kjo është këtu ndahen botët, pastaj kjo është tjetër gjë. Si ti më duhet që pa kujtime nuk ecën ta mendosh në ka dhe njerëz që jetojnë për shkak vetëm me kujtime. Si puna e autostradës, po se ditë se çfarë ka poshtë, nuk mund të jetë dot asfalti sipër. Unë jam me një teori tjetër dhe një filozofi dhe botë tjetër që ka të bëjë jo vetëm me materializmin dhe kjo më bezdis psikologjik, ashtu sikur se unë edhe kemi kundërshtrimin që nëse një klient jon vim përballë nesh dhe ka eksperiencë negative lidhur edhe përjetime negative lidhur me kujtimet që ka pasur, sigurisht ne nuk pyesim atë se çfarë do ndodhi në të ardhmen e tij. Po shkojmë tek e shkuara aty për kjo është terapi, është tjetër gjë. Kjo është terapi. Ju më thatë dhe më pyet a ndërtohet e ardhmja. Sigurisht ka një lidhje historike, është një hallk zinxhiri, por nuk mund të merret të projektoj të ardhmen në bazë të kujtimit. Për mua jo. E ardhmja ime mund të jetë komplete të gjë një aspirat që s'ka të bëjë me kujtimin që kam kaluar deri më sot, që dua ta shkëpus vetë nga kujtimi. Ka njerëz që nuk zhvillojnë. Kjo është terapi që thonë, ka të bëjë tjetër gjë. Unë shikoj një plan pak më po them më ideologjik ose më filozofik, po them, më edhe një jetë për shembull, shikoj pak historinë që ke si bën për të pasur. Prindërve që na kanë mësuar dhe shikonin brapa që ecën përpara, do të thënë kjo është absolutisht në terapi brapa ka këtu jo, është për mua të vjetëruar të kaluar. Aq më tepër, e shikoj unë që deti Brezi 3 je ndikuar nga shoqëria e mbyllur e Parlandit. Është një shoqëri totalisht e mbyllur, pa ditur se çfarë kam lënë pas, nuk mund të jetë gjëra përpara. Kjo ka të bëjë me sistemin shkollor. Ka mbaruar shkollën e mesme, ti s'do të bësh shkollën e lartë. Jo vetëm me kaq, edhe me jetën që ti bën. Ti ke shkelur në disa zona, ke shkelur në disa vende, ke ecur për të arritur deri këtu dhe ti do ndjekësh në po të njëjtën linjë dhe po të njëjtën rrugë për të ecur dhe më përpara. Pa i hedhur poshtë ato që ti ke kaluar. Nuk e kam një plan kështu konkret që nuk e ndërtojnë. Ka njerëz në aspektin psikologjik, flas gjithmonë për profesionin tim se nuk futem dot në profesionin tjera. Ka njerëz që nuk e ndërtojnë dot të ardhmen e tyre, zgjedhin të vetë izolohen, si rezultat i një kujtimi të hidhur që mund të përcjellë nga një personi të dashur. Ka njerëz që nuk dalin nga shtëpia, heqin çdo lloj aktiviteti dhe përgjegjësie nga vetja sepse ka një kujtim të hidhur të cilin nuk përcjellin. Edhe mendimi dhe perceptimi jonë është në bazë asaj që ne kemi mësuar, ne kështu ne kemi mësuar në shkollë në atë dhe pak a shumë ka lidhur me të gjë. Ka raste të veçanta, terapi, psikoterapi ose këshillim psikologjik. Mund Bruno nuk na ka ecë keq edhe kjo mënyrë deri tani, kemi ndjekur në jetë. Që kanë kujtime shumë të bukura nga një dashuri. Unë flas në një nivel pak më të përgjithshëm them, duke u ngritur mbi këtë. Ju flisni për raste klinike që keni të bëni me eksperiencën tuaj. Po kemi bërë vetë se na ka ecë. Për shembull, në raste autoterapia është edhe më mirë. Në raste për shembull një dashurie zëm që ato mund të jenë në një distancë shumë të largët, ndaj kontinente dhe ajo ron me kujtime që ka kaluar me të dashurin e të zemrës dhe pret ta takoj sërish. Ka dhe raste të tilla. Ka sigurisht edhe raste të tilla. Kështu që merr dana pozitive për shembull. Disi e ke thënë atë ron jeton me kujtime sigurisht, por që do kuptojmë gjë që njerëzit nëse ndërtojnë edhe kujtimet pozitive nuk është absolutisht diçka e keqe. Shumë mirë akoma. Ajo ku ta gjesh këto vetëm mirë apo? Sepse ato sillin pozitivitet, po dhe përballja me kujtimet negative është pozitive në aspektin psikologjik. Do të thotë që individët duhet përballen, qoftë duke vendosur veten përballë këtyre kujtimeve, qoftë duke i ndarë me persona që i ka karakterizuar i njëjti kujtim. Mirë, meqenëse jemi te kjo pjesa e dashurisë, ndjekemi material dhe kthehemi sërish në studio, flasim pak ta diskutojmë këtë pjesë. Mjafton shumë pak për të kujtuar magjinë e dashurisë së parë, një arom parfumi që të kujton atë, një peizazh ku ti ke kaluar çaste të bukura, një fotografi e vjetër e të tjera, dhe të gjitha këto është vështirë për t'i harruar. Për ta rigjetur këtë dashuri, shumë njerëz do të ishin në gjendje të bënin çmendurira. Kjo është një sindrom e vërtet që mund të godas çdo lloj moshe. Studimet e bëra dëshmojnë një nevojë gjithmonë në rritje të gjuetisë në të kaluarën e shumë njerëzve,
Gjueti kjo që bëhet me një qëllim të vetëm, të rigjejnë copëza nga ajo dashuri e parë dhe e paharrueshme, mbase për të ridashuruar, mbase për ta ndjerë veten sërish të ri. Një nga arsyet që të shtyn për të rikthyer te kujtimet e dashurisë së humbur është kurioziteti i thjesht për të kuptuar se si ka përfunduar personi i cili keni dashur dikur. Por a është pikërisht largimi nga një e tashme zgënjyese dhe pa emocion që i shtyn njerëzit të kërkojnë dhe të rrëmojnë në të kaluarën dhe kujtimet e tyre? Oke, jemi rikthyer sërish në studio, do të flasim, do të qëndrojmë sërish te kujtime, po edhe kjo pjesa e dashurisë, sepse shpesh janë ato kujtime që të shfaqen, qoftë pozitive, qoftë negative, se varet nga situata si ka shkuar dashuria, por mjafton një këngë, mjafton një muzikë, mjafton një ditë me shi, mjafton një gotë verë, mjafton një xhak, mjafton ku ti gjën çfarë themun. Një lokal për shkak. Se po i tregoj të gjitha çfarë më kujtojnë mua dashurinë. Nëse ka qenë dashuri. Po shpesh ndodhin, duhet të kesh një ngacmim dhe direkt dalin këto. Ore, për shembull, tema e sotme, neve tani për na ngacmon të kujtojmë gjërat shumë të bukura që kemi kaluar. Po flas unë atëherë para, që kam më thjesht problemin. Edhe çështjen. Unë jam martuar me një person, me të dashurin tim të parë, në fakt, me cilin edhe kam 2 fëmijë, dhe kujtimet e dashurisë i ruaj, që nga mosha studentore. Kush është këngë që të kthen një moment, një çast? Brezion ka qenë fatlum nga kjo anë. Kemi pas UB40, Scorpions, sigurisht Michael Jackson. Po këngë shqiptare s'ka pas? Si? Këngë shqiptare, për shembull Shiu i verës. Jo, nuk vajmë, ka qenë ky brezi që sa po filluan nga lak shiu. Vajmë edhe diskotek Albania dhe ishte prirja e përgjithshme e vajzave Tiranës, si shkonin pikërisht tek këto lloj, ke kjo lloj jete, domethënë, po them. Kështu ka qenë stili. Ky ka qenë stili i kohës ku që jetohej në Tiranë dhe ne të dy nga Tirana jemi, por kujtimet e dashurisë nuk e lidh shumë me muzikën, se sa e lidh me disa letra dashurie. Dhe po të mendosh ishim të 2 studentë letërsisë. I ruani? Asa bukur. Dhe tashme e kam dhënë vajzës time e cila është në adoleshencë të parë të saj, dhe çuditet, habitet. Unë i ruaj. Kjo ka të bëjë me atë trashëgimin e kujtimeve që folën pak në pjesën e parë. Jo vetëm letrat, po disa kartolina që sot më duken të shëmtuara sepse shija estetike evoluon dhe sot nuk i pëlqejmë ato lloj kartolinesh me të zbardhyllje ngjyrash që më duket krejt e pa kuptim, si thon vitin 94, 95, por që nga pikpamja po shikoj dhe gati, po sigurisht që emocionalisht, prandaj them ngasja e kujtimit është një gjë, grisha e kujtimit është një gjë vërtet emocionale, është një parfum. I ruaj unë besoj që janë kujtime shumë bukura dhe nganjëherë edhe me batutat me njëri tjetrin ne komunikojmë edhe sot e kësaj dite 5 vitesh martese, komunikojmë si këmbejmë, po themi batuta, shprehje që kanë bëjmë pikërisht me lidhjen tonë të parë, që kemi qenë student. Sa bukur. Po shumë e thjeshtë, sepse sot kjo lloj teme është shumë komplekse. Çështja tek njerëzit që janë martuar me dashurinë e parë, me dashuri të gjatë, të shumë të bukur, që përfundon në martesë pas vitesh e vitesh të tëra, është shumë e thjeshtë sa grincat e kujtimeve që vijnë nga një jetë dashurore. Nga shumë dashuri. Nga shumë dashuri, se s'desha ta them kështu troçkë, desha ta marr më bukur. Ne pranej për fula, jo, është besim mund ta thoshë më bukur dy letare. Jo, desha të thoya që krijon një mozaik. Është një dhe vetme, kështu që sado eksperjencat e këto kujtime dashurit adoleshencës dhe këto problemet si edhe, nëse ti dëgjoj një këngë me një person tjetër dhe thu, më fal, për ku jemi? Pas ka ndodhur ty më duket mua apo? Nga përvoja tregon. Kam lexuar shumë për këtë temë. Jo, kam lexuar shumë për këtë temë, prandaj i di gjithë këto gjëra. S'po tregoj të gjitha të vërteta, do? Okej. Jepi Bruna për kujtimet e dashurisë. Jo, kjo pjesa e kujtimeve të dashurisë që janë edhe më të prirur dhe shfaqen shpesh nga ngacmime të ndryshme, nga faktorë të jashtëm. Ore, qoftë një parfum për shembull. Ti kalon rrugë, vjen aromë. Qoftë një lokal ku mund të jesh njohur. Sigurisht që janë të gjitha këto ndërtojnë në eksperiencën tonë në bazë të kujtimeve. Mirë po, ajo që unë shpesh përmend është tek kujtimet e mia të adoleshencës apo të fëmijërisë time, lidhur me personat të mi të dashur edhe të familjes, sigurisht, por që mund të ndërtojnë një kujtim në një ditë të caktuar i timin, edhe që unë mund të arrit ta ndaj edhe me veten këtë kujtim edhe ta rikujtoj, jo vetëm me veten, por edhe me persona të tjerë ndoshta. Dhe për këtë ndihem mirë, në momentin kur ka kujtime të bukura dhe eksperienca të bukura. Ka një moment kur këto lloj kujtimesh mund të thënë dhe në një problem. Po, mund të kthehen në problem në momentin kur ne jemi shumë të varur nga këto kujtime. Një dopje personaliteti. Jemi shumë të varur edhe bëjmë të edhe me rita, me sjellje, do të thotë që her pas here
ne bëjmë edhe përveç faktit që mendojmë lidhur me këto kujtime, bëjmë edhe sjellje të saktuara. Për shembull, ka njerëz, gjithmonë në aspektin psikologjik, të cilët humbasin njerëzit e tyre të dashur, siç mund të jetë një nga prindrit, motra, vllai e kështu me radhë. Por qoftë një dashuri, ëh. Dhe vërtet mund ta kujtojnë në kujtimin që mund ketë lënë pas personi, mirë po ajo që bëjnë është që mund të shkojnë për ditë për shembull drejt vendit ku ai është varosur dhe e bëjnë të në mënyrë të përditshme. Pra kjo është vërtet ta kujtosh kujtimin edhe ta përjetosh kujtimin, mirë po kur kjo shoqërohet dhe me sjellje të cilat të marrin një pjesë të konsiderueshme të ditës, atëherë bëhet patologjike dhe individi ka sigurisht nevojë. Ka të bëjë me atë pjesë kujtesës, kujtesa e fatshkurtë, kujtesa e fatgjatë. Çfarë kujtime shruan për shembull në fakt kujtimet e kujtesës që ruan në kujtesën afatshkurtër janë kujtimet të cilat nuk na kanë lënë shumë gjurmë. Janë të përditshme, janë elemente të cilat vërtet nuk na marrin shumë kohë, ndërsa kujtimet e kujtesës afatgjatë janë ato që ke përjetuar dhe emocione më të forta? Dhe sigurisht që ke përjetuar emocione më të forta, për nga intensiteti, por dhe që janë kujtime që kanë lënë gjurmë në jetën tënde dhe që ti vazhdon ti kujtosh. Pra është diçka e gdhëndur në mendjen tënde. Sigurisht që lidhet drejt për drejt me ngjarjen. Ngjarja është shumë e fortë. Ajo nuk fshihet, është nga ato folderat që se fshin dot. Sigurisht. Janë ato gjurmët por ndoshta dhe ne nuk duam t'i fshim. Domethënë ne nuk zgjedhim t'i fshim, sepse vërtet edhe kujtimet e hidhura janë ato kujtime të cilat ne i kemi përjetuar dhe jemi përballur me to dhe që mund edhe të përballemi edhe në vazhdimsi. Dashuritë e humbura për shembull, bëjmë pjesë në ato kujtime të bukura apo kujtime të shëmtuara? Letërsia si e shikon? Se në për libra, për shembull, këto dashuritë e humbura... Bruna është mangë dy herë kësaj çështjes. Po, është personale. Dhe unë pyetjes së parë i përgjigja shumë sinqerisht, por nga pikpamja letrare sigurisht që dashuritë e humbura janë shumë fuqishme letërsi, se janë shumë emotive. Dhe nëse vërtet po marrim konceptin klasik të dashurisë, letërsia dhe shkrimtarët kanë bërë kryevepra pikërisht përmes dashurive të humbura. Dashuri në kohën e kolerës, për shembull, është një titull që më vjen dashti ndërmendje. Ose Këngët e Milosaut, më kujtohet vepra e parë e letërsisë shqipe, në thelb të cilave është dashuria. Ose që nga Iliada dhe Odiseja dhe Homeri kanë brenda pikërisht temën e dashurisë së humbur ose të rifitimit të dashurisë. Ana Karenina është fantastike dhe një nga perlat e letërsisë, jo vetëm ruse, por edhe shkruar nga kujtime të personazhit duke vënë një emër. Kjo është një tjetër çështje, Erion. Frymëzimi dhe shkrimi dhe krimtaria artistike nuk është që nuk merr shtysa. Përsëri lidhet me parimin tënd të gjurmëve që vijnë nga historia. Nuk është kështu materialiste që vjen si gjurmë të letërsisë biografike, që gjurmët që të lënë jeta ti i hedh në letër. Është vetëm një metodë e caktuar operon kështu dhe është realistik. Por që nuk janë veprat më të mira këtu. Ato që e bëjmë vërtet me frymëzim, sepse ashtu i erdhi, jo ashtu i erdhi jeta, por ashtu i erdhi frymëzimi, a këtu janë veprat më të mira. Gjithmonë kur lexoj kështu librash, pavarësisht se ai thotë shkrimtarë të mëdhenj thonë gjithmonë që e kanë shprehur që nuk është historia ime, unë mendoj që në të pavetëdijshme në atje brenda ka kaluar një histori të kësaj natyre dhe s'po e mban mend, po i kujtohet apo jo Brunë, se nuk e di pse më çon në këtë pjesë. Sigurisht ka një fill biografik që lidh, mund të ketë një fill biografik që lidh shkrimtarin me veprën. Sado fantazi kesh nuk vjen. Por nga pikpamja e kreativitetit dhe e letërsisë nuk është kjo mënyra më e mirë që jeta të riprodhohet si letërsi. Jo, nuk është kjo. Një inicie, po them një shkas, sigurisht, ne s'mund gjejmë celularin dhe digitalin në kohën e Tolstojt, sepse, por në modernizëm, ne gjejmë vepra shumë të mira që kanë të bëjmë pikërisht me botën elektronike, po them, dhe në postmodernizëm. Kështu që një ngasje është nga epoka, nga koha, nga jeta biologjike, por jo jeta biologjike të kthehet në letërsi. Këtu letërsia ka dështuar. Çështja është ta ripërtypësh dhe ta nxjerrësh atë si një, po them, po përdor një shpresë një të vjellë, një herë mirë, domethënë ashtu siç i vjen shkrimtarit. Dhe kujtimet këtu sigurisht në letërsi, kujtimet e dashurisë janë të fuqishme, ndoshta janë nga perlat e letërsisë vërtet. Bruna, duke qenë ngelur te kjo pjesa e dashurisë së humbur, është një mënyrë e mirë largimi i personave dhe i çdo lloj kujtimi ose sendi ose fotografie që personi që ti ke pasur afër ka dhuruar ose i ke dhuruar për të qenë. Në fakt, kjo është zgjedhje personale e individëve. Kjo është zgjedhje shumë... Duke lidhur me teknologjinë. Është zgjedhje shumë personale për faktin se dikush mund të mbajë kujtimet e një personi, cilin mund ta ketë dashur, sepse gjithmonë unë flas për dashuria. Domethënë kjo ndodhet ke personat kur humbi familjar, Po.
Punimi familjar është shumë ndryshe. Do më thënë, fakti... Prapë mundohen t'i largojnë gjërat që mos se kujtosh. Është model sjellje. Unë nuk besoj. Kur në momentin që ti humbet një familjar, nuk mendoj që largon gjërat e tij. Biles, akoma më shumë do që gjërat të jenë ashtu siç janë. Flas lidhur me eksperiencën time personale. Nëse, për shembull, unë kam humbur babain tim dhe nëse unë do të shija gjithë kujtimet e tij, do më duke shumë e pa vlerë ekzistenca e tij më parshme. Ndryshe nga një marrëdhënie personale ose dashurie që mund të kesh pasur. Janë shumë më pak të rëndësishme pra fshehja e tyre në rastet e personave të dashur. Unë mendoj që vërtet ti mund të heqësh disa nga elementet, por aty ku çdo kujtim i tij lidhet me çdo sen, me çdo objekt, është shumë e rëndësishme për të ndodhur kjo pjesa e rikujtimit dhe për të përballur me këtë ngjarje. Do të kam të bëj me tipin e personit se si e përjeton, ëh? Ka njerëz që mundon të heqin çdo gjë për mos e parë sepse po është ndryshme dhe unë besoj se ska ata nuk përballen dot me humbjen dhe nuk e pranojnë humbjen. Ndërkohë që kur ti i pranon të gjitha objektet e sendet apo dhe veshjet, pranon që të veshësh edhe rrobat që një person i familjes tënde mund të ketë është shumë personale për të ballafaqur dhe për të bindur edhe me veten tënde që ky person vërtet ka humbur, por nuk humbasin kujtimet. Dhe kjo është ajo që nga familja ime. E para lidhet pikërisht me një kujtim të hidhur që tek unë ka lënë shumë gjurmë, është humbja e babait, dhe unë nuk kam qenë në Tiranë, studioja jashtë, dhe është një traumë vërtet që më ka ngelur, kështu që e kujtoj këtë gjë dhe veshjet e babait, disa nga gjërat që ai përdorte, objekte të tjerë, i kam ruajtur me fanatizëm, edhe kur njerëzit më thonin duhet i hiqni e tjerë. Krijova një varësi gati dhe më dukej gati vrastare të mënyra se si të ma thoni njerëzit që ta heqësh, jo më që unë ta guxoja dhe ta hiqja. Nuk doja ta prishe këtë lloj komoditeti që isha gjetur me humbjen. Është një relacion i çuditshëm dhe personal. Totalisht personal. Unë mendoj personal. Dhe me shumë kohë më pas fillova të rikthehem edhe po them në jetën time të përditshme, edhe të largohesha e tjerë, të zbehesha nga ngjarja. Kurse një kujtim tjetër që lidhet me një mikën time ka të bëjë pikërisht me heqjen e gjërave, heqjen deri në mënyrë radikale, drastike, të largimit të çdo gjë nga humbja, objekte fizike, veshje, kujtime, deri dhe fotografi për të mos i parë dhe për të mos i pasur afër. Unë mendoj se është vërtet personale, ka të bëjë me një lloj katarsi të brendshëm, një lloj shpëlarje të brendshme për të distancuar. Ndoshta dhe mos pranimi, por shpesh te këto kujtime të hidhura që personat kalojnë, sa herë kujtojnë personin që kanë humbur, qoftë në dashuri, qoftë në humbje familjare që është akoma më e rëndë, kujtojnë gjithmonë gjërat e bukura që kanë kaluar me atë person. Nuk e di pse bëhet kjo lidhje për herë. Pra, kur ti bën një kujtim me një person që ti e ke humbur, që pavarësisht është diçka e dhimbshme humbja e tij, ti gjithmonë për atë person kujton gjërat e bukura që ti ke kaluar me atë historitë. Ka një moral shumë fuqishëm jeta që e sjell edhe përmes vdekjes apo hidhërimit të saj, që është ngushëllimi përmes kujtimit. Dhe ne, kur njëri ka ikur nga kjo jetë, është e vërtet, Arion dhe unë e kam vënë re, që ne bëjmë shumë të dashur me njerëzit pasi janë larguar nga. Ato sikur ishin ne ato që para 2 muajsh, 3 muajsh dhe rinim dëgjonim të